Get dressed with me, por unë do vishëm dhe ju do shifni. Nuk e kuptoj pse quhet vishuni me mua kur shumica për jush nuk do jenë duke u veshur me mua. Nëse le të vishemi së bashku. Pas shumë kohësh kam vendosur të kem një night out. Kam menduar të vesh një body, megjithëse do ja tregoj në trup, okay? Ky është body, një body i thjesht deri diku. Dhe kam menduar ta vesh me këto pantallonat lëkur që janë si vishnje dhe me shishën aq të bukura, më rrinin pak të vogla, por gjithsesi vendosa ti merja sepse ishte kush për mua që të dobësohesha që të visha këto dhe më duket se jam dobësuar, që shpresoj të më bëjnë mirë, siç duhet. Kam harruar të flas në këtë momente sepse jam pak vonë. Nuk e di, më rrin pak çuditshëm. Në fakt nëse shef kështu full body duket okay. Jam shumë boring me ripat dhe thjesht kam një rip të thjesht të zi. Është vetëm një opsion që kemi. Nuk kushtetoj shumë, kushtet shumë pak. Jo, ky ripi nuk bën asgjë. Duhet hap një vrim tani kë ripi, okay? Vathot, nuk e di. Më injoroni buzët sepse akoma nuk kam përfunduar me buzët. Edhe me flokët. Unaza, kjo duhet hedhet në plera, por gjithsesi të mbaj këtë, nuk e di. Po mbaj. Dua të vesh këto taka, por nuk i kam veshur kurrë dhe nuk e di a do më vrasin, a do më rinë mirë, a do i duroj dot, por vetëm një herë do jemi kaq vjeç sa jemi, kështu që do i veshim, le të na vrasin, le të vdesim, çfarë do lloj gjëje të ndodhi, do ndodhi. Para se të vesh takat. Parfum. Përgëlloj pak flokët dhe po rikthehem. U veshëm, ky është looku përfundimtar. Kem prap parfum. Dhe do zhduke mirë pas.